mjeshtërit e punimeve artizanale. Ky personazh ka vetëm një emër, Vasilaq Bullgari, artisti fjerak të Mallëngjene të mahnit me punimet e tij me dorë, të vendosura në dhomën muze në shtëpinë e tij modeste. Kitara, shpata, shtiza, ora, unaza, një botë e tërë e kthyer në art, gati e pabesueshme teksa sheh që këto punime janë të ndërtuara me kaq shumë art, finese për sosmëri. Një trashëgimi që të lë me gojë hapur, e denj për ekspozita kryeqytetesh europiane apo muze botëror. Mes emocionesh, artisti 66 vjeçar tregon për fillimet e tij të para i frymëzuar nga gjyshi. Kishte moshën 12 vjeç. Ka filluar që si ishte ke gjyshi. I shikoja gjyshit, këto vegla ata ka shumë 2-3 gjanë të gjyshit. I përgëdhelja këto dhe kisha shumë qef që merresha me këto. Mësova shumë gjëra. Pra, nga mosha 12 vjeç, me këte, mësova të një kushurrim Nikollaq Prifti, pikturën. Ai pikturon edhe nishëm bashkë bëjmë shoqërinë në një pesëmëratori. Nga aty filluat pikturoja, në familjen tonë. E mora që nga vjetja, sepse unë kam përpara, kam dhe vllain e madh, që merresh me punimet e bukura, me lapse, me gjëra, slavator, traktor, pra, gjëra. Pra, gjeni artiste në familjen tuaj. Po, si gene kam nga gjyshi, duke marrë rrot bers, karro, fajton se hyjnë ardh këto, të bësh një rrot bukur, të bësh punimet e bukura artistike, qytet çiftesh, gjëra të ndryshme, do thotë që ti je artist. Atëherë, për shumë vite, ju jeni duke operuar në Greqi dhe nuk e keni lënë këtë pasion. Jo, nuk ishte pak për këtë pasion atje. Fillimisht, punova tek një punishte që beshin kitarat. Si zakonisht një kolegë në ngrim, ata nuk e dim se çfarë mjeshtrie, nuk do të dim dhe më thatë, pasi të marr ty, më tha, djalosh, si shikaran ata, më provoj. Në kohë që provoj, unë kam bërë bishtin e parë. Ky bisht është për jarë komplet. Këtë garniturën e kam bërë gjoja se kur e kam ditur larg. Kur prodhova të bisht, ajo ma anit u shtam, si ishte mundur. Më tha, masi më po e bëra me një shpejtësi dhe nga qefi i madh. Sa do kisha emocione ndryshme, do të prap e përfundova këtë bisht. Nëse ky bisht si tani ky është një kujtim i madh për mua se është një bisht që i bie vitin 1991, se përfundesh punova 4-5 vjet atje. Qëlloj që ai ndroj jetë, kështu që më trashëgoi mua shumë vegla, shumë gjëra, mora shumë zanat prej tij. Gjatë gjithë viteve ju rritën në profesion duke provuar eksperienca të ndryshme. Sot, keni marrë pjesë në një ekspozit, keni marrë pjesë me punimet tuaja, keni marrë pjesë në ekspozit? Jo, nuk kam marrë. Në Greqi? Në Greqi kam bërë ata, me punimet e mia. Në Shqipëri, a janë të interesuar shqiptarët për punimet të tilla? Por unë nuk jam publikuar, domethënë, po që për kitarat, për këto më njohin fjerakët, që kam bërë dhe më para se të kem Greqi dhe kam shitur e kam bërë dhe kurse me këto punime, domethënë, me që jam ka një larguar, nuk jam interesuar. Nuk keni marrë me asgjë tjetër përveç se këtij pasioni klasik jetës tuaj. Është dashuria e madhe dhe vetme apo jo? Derisa të jem gjallë, e kam shumë pasion që në moshën 12 vjeç. E teksa sheh punimet artizanale, e gjithë vëmendja përshëndrohet te kitarat e ndërtuara nga vetë duart e mjeshtrit, i cili me shpirtin artistik këndon e luan vetë notat muzikore, të cilat nxjerrin tinguj të magjishëm. Prej vitesh, Vasilaqi jeton në Greqi dhe me punimet e tij ka marrë pjesë në mjaft ekspozita, ndërkohë që ky mjeshtër i madh, pa diploma e dekorata, vazhdon të punojë paqësisht, edhe pse duart her pas heri dridhen. Kjo është dashuria ime e madhe, shprehet ai, dhe do vazhdoj derisa të kem jetë. Pra të dashur teleshikues, kjo ka qenë kronika televizive e cila ju ka njohur më mirë, keni krijuar tashmë edhe ju një ide dhe një imazh më të qartë për sa i përket figurës së artistit tonë të mjeshtrit tonë të madh të punimeve artizanale, Vasilaq Bullgari. Atëherë, Vasilaq, dëshiroja të dija edhe një herë, do kthesh, do nisim nga fillimi apo jo, tek talenti juaj, si nisi? Ju thatë gjatë kronikës që ju